kinua me shpejt Tiranë. Ju rry zoti, ju dua gjithve. Përshëndetje të dashur miq e shtëpia juaj. Kemi patatina, kemi molto, kemi pi alkolike, birra, fruta të thata dhe çdo lloj gjëje që ka. Do dikoj shumë sa unë futem live në orën 11 dhe them përshëndetje, si kaluat, unë bëj deliver, kush do na i porosin Tiranë, cigare, alkool, birra, patatina, u asjellim direkt. Edhe do ndikoj zakonisht shumë. Për këtë më vjen keq se kemi investuar goxha shumë me thënë reklamin, me shpirte, me kështu në punë, po për një anë tjetër si thash, janë shumë shembulle negative këtu në TikTok që ma se ka drejt dhe kryeministri. Duhet çfarosen ato. Jepin qika të sinjalin. Edhe su bëran qik me buskujt. Unë nisem që të gjitha qeverit që kanë marrë vendime të tilla janë referuar krimit që po ndodh, sepse në TikTok adoleshentët shikojnë vetëm gjërat negative të TikTokut. Kështu që mendoj është një mendim i mirë për momentin. Të mbyllet një herë, të shikojnë se si do rrjedhin situatat, gjërat pas mbylljes së TikTokut dhe pastaj qeverit e gjitha vendeve në dorë kanë si ta hapin, si ta mbyllin TikTokun. Unë personalisht jam për mbylljen e TikTokut. Zgjedhjen shqiptarët e kanë gjithmonë, sidomos për aplikacionet online apo për rrjetet sociale nuk janë hiç një problem. E zgjedhin gjithmonë një zgjidhje. Zgjidhja do jetë shumë e shpejtë, sapo të mbyllet do hapen një adresë me VPN, ka shumë lloj mënyra për të hyrë në TikTok. Jo vetëm TikTok, por në çdo lloj rrjeti. Unë shpresoj edhe mos më mbyll se nuk ka lidhje çka ka ndodhur, si ka ndodhur gjonat. Për gjitha rrjetet sociale, të gjitha teknologjitë kanë mundësi edhe edukative edhe çedukative. Kujdes edhe të edukojnë fëmijët e tyre ashtu siç duhet. Nga tjetër Tirana televizive nga një herë thirrje për protestë. Po mendoj për disa arsye. Arsye kryesore është sepse do të na mbyll gojën. Sepse televizionit i kontrollon, domethënë prania ime dhe kolegëve të mi nëpër televizion është shumë e kufizuar dhe kurzohet prej ose oligarkëve që i kanë pronësi këto televizione, ose pushtetit politik që kanë ndikim në programacionin e këtyre televizioneve. Në këtë kuptim, zoti Rama do të hyjë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare me një avantazh mediatik të madh, do të jetë tërësisht i pranishëm në media. Kam dhe një element që mendoj se duhet ta përfshish, që lidhet me që mund të konsumojnë content online, mund të kërkojnë, mund të uploadojnë e gjithë. Një nga rreziqet do thosha kryesore lidhet me e para me atë me cekjen atë që ne quajmë të drejtat digjitale dhe lirinë e shprehjes dhe krijon një precedent shumë të rrezikshëm që në çdo moment të caktuar qeverit mund të mbyllin platforma të ndryshme. Prindërt mrekullueshëm.
të cilve ju bie gjëma e një fëmije të mbrapsht. Rruga çrira, perversitete, dhunë, bullizëm, krim, fika, presa, shpata, revole, euro, dollar, nuk shef në TikTokun e Kinës. Ndërsa në TikTokun jashtë Kinës vetëm lum dhe vetëm qenëri. Çfarë duhet me kjo?